njohur si Livadët e Strazhës, ky vend në Qaçanik ka një simbol të veçantë që mbart kujtime brezash, një listë 200 vjeçar nën hijen e të cilit banorët kanë kaluar fëmirin e tyre. Këtë listë të lashtë, banorët e Strazhës e kanë shndërruar në një atraksion natyror. Nga një radegë e tij tashmë buron ujë, një instalim i improvisuar me kujdes nga vendësit që lë përshtypjen e një burimi të vërtet natyror. Kilisi ka posën disa shprastinja në mes këtij, e ka gjujtë mumrima Kilisës, disa herë ka gjujtën, edhe ai ka shfrytzu. Qatë vakume e ka shfrytzuar, edhe e ka nxjerrë këtë ujtin, taman e ka pamjen sikur me konë që buron pi lisit. është begi një punë e losme këtu për me studiu me bon që ka bon ai. Një numër i madh nuk kanë besu që e kemi pruar, kupton ti, po e kanë besu se një me del pi lisit. Një numër i madh, kupton ti se ai që ka bon punën mjeshtrisht mirë ka bon që çon me dishu edhe po shihet vetë që taman që sikur me konë të dol pi lisit duket ky ujti. Lika rrëfen se dikur, kur tokat punoheshin, ky lis ishte vendi ku pushonin pas punëve të rënda. Sot, më shumë se nga banorët rezident, kjo zonë vizitohet nga dashamirës të natyrës. Ky lis e ka një histori të veçantë. Kjo është mbi 200 vjet. Baba, babgjishet që na ka thonë deri te na që kena mrit tash me na kallëzu, ki ka qellu si hije. Ndrishi ka thonë si mbres, kupton ti kanë mrizuar gjatë. Kur kanë kosit kanë net këto. Gratë kur kanë korë, kanë pushu këto, qobant, kur kemi lujtën, i kemi pasën këto se o veni, kun pak si i pjertë kemi lujtën, edhe tash në fund i lindi një ide, kryesisht regjës, me bon një përvëzim të ujtit këto, edhe mi adhonë një shiq, me thonë, edhe mi adhonë një bukurit kësaj natyre dhe këti lisi edhe kësaj natyre komplet, edhe neve pak si fshat, që me thonë, na i ka adhonë një pamje të bukur. Por para akon ma në rishje se kemi punu dhe kemi një të pari, po tash vetëm për vikende vinë të familjarët e këtinve, e shfryzojnë rinjë këto, e shfryzojnë këtë ujtin, e shfryzojnë këtë hije, këtë lisin, e shfryzojnë edhe këtë natyra, e shfryzojnë. Tu ka qenë një fshat shumë i organizum, shumë i mirë, dhe shumë punu. Shumë punu se na emi konën pak si nalësi për qyteteve, edhe kemi punu pak ma tepër se duhet, për me mri një jetë normale me jetun, edhe shumë e kemi shfryzu këtë natyrë, këtë tokësen, tash gradualisht në për të shpërngule, në për qytete, në për bukurbete, në për sen, ka njës numëri banorëve ka pak, mirë po ka ardhje, ka dalje, ka ardhje, me rëndësi që ka levizjet fshatit, hala nuk o fshati që me thonë në dherigjet keqe. Për të ardhur në ndihmë vizitorëve, banorët kanë rregulluar edhe burimet e ujit që zbresin nga lartësitë e Strazhës. Vetëm pak metra nga lisi, ndodhet një krua i ndërtuar me dru që i përshtatet plotësisht natyrës përreth. Ky koron është pjesë e ati ujtit e lisi ati, edhe këtë pjesë to e shfryzojnë, ditave vikendit, vinë njerëzit, pushojnë, mirë po edhe javlin për ta vizitu, se është një qëtësi, është një freski të vend, përshini edhe vetë, këmë ti, javlin për të vizitu, edhe i ka atë të mirat e veta, asë s'pengon kush, asë ka zhurma, asë ka, këmë ti, frima, diçka shumë veni i përshtatshëm është për me pushuar me familje. Çdo fshat me dishtën, me pas vullnet mundet me e ba, kupton ti, mirë po duhet vullnet, duhet punë, për kushtim duhet me pasën, se këto me vet kontribut, me vet punën e kanë banë këto kushite tonë, edhe ja ka vli me e ba, edhe e ka të vlerën e vet, e ka të pamjen e vet, edhe e ka të mirësinë e vet. Mes atyre që po shijonin këtë përvojë, ishte edhe një vizitor nga Hani e Lezit, i cili kishte ardhur me familje. Shko për ka blet dishta. Apo? Livadët e Strazhës në një lartësim vjetar, dikon 100 metra, 1200, ambient fantastik, lule, natyrë, oksigeni pastër,
edhe njerë po thëmë të mbejtë e juve si gazetar që dilin nga njerë dhe na vizitoni, ose na shqipni, ose i shioni këtë bukurit natyrore të Kosovës. Në këmon nga honi e lezet, me shoqën e medialin, kam dalë pak të natyrë, e shqyrej pak natyrë, në oksigeni, shumë bukur, mbrami, krejna mba pak. Edhe në banimi i Shtrazës, ka një ambient shumë të ngrohtë, e misësor ndaj ardhacakve, ose turizme, ose përkohësisht që unë kam marrë të një familje ati Neaz Likës, kje ka bërë shumë bukur, më të shko mërë, banë fli, rregullo, rini këto. Unë e falenderoj nga zemra, shumë sinqerisht janë njerëz shumë mikpresa, zemër gjerë dhe me buzëqeshje na presin. Banorët e Strazhës shprehen të vendosur për të mos u ndalur me iniciativa të tilla. Ata synojnë që përmes ideve kreative dhe përkushtimit ta kthejnë fshatin e tyre në një destinacion gjithnjë e më të frekuentuar turistik.